Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim sërish për zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut. Tashmë pas raundit të parë kemi raundin e dytë të balotazhit që do zhvillohet në datë 2 nëntor. Akuzat nga kampet politike janë të shumta për dorëheqje. Në një krah flitet për dorëheqje, në tjetrin për referendum. Një palë zgjedhje me shumë paradokse, të cilat ne do t'i analizojmë sërish me zotin Arben Llalla. Zoti Llalla, përshëndetje dhe faleminderit. Mirëmbrëma, përshëndetje edhe juve. Zoti Llalla, zgjedhje paradoksale, në një krah Ali Ahmeti kërkoi referendum dhe në fakt referendum mori, fitoi sepse ka gati 20.000 vota, në mos gaboj më shumë se Vleni, por komunat i mori Vleni. Ali Ahmeti reagoi pas 3 ditësh, ndërkohë nga krahu tjetër kërkohet dorëheqje për të shkuar në pension. Ju si komentoni këto zgjedhje tani duke I parë më së ftohti? Atë që duhet të them ashtu siç e thatë dhe ju dhe siç është shprehur edhe KQZ-ja, koalicioni I Akit I udhëhequr nga Ali Ahmeti ka mbi 20.000 vota më shumë se koalicioni Vlen që pretendojnë se janë fitues. Duhet të themi diçka që është interesante që kryeministri I Maqedonisë Mickovski, kryetari I VMRO-s, deklaroi mbrëm edhe sot ka deklaruar kryetari Nikolovski që Bilal Kasami është morsminjos. Neve votuam për kandidatët e Vlenit që në raundin e parë në Gostivar, në Dibër, në Strug, në Çajir dhe në Tetov. Pra pranohet publikisht që votat nuk janë të koalicionit Vleni, por janë vota të koalicionit qeveritar. Pra nuk kemi vota të pastërta si sistemi shqiptare, por kemi vota të një koalicioni multietnik, ashtu që është dhe Republika e Maqedonisë Veriut. Dhe ata zëra që kërkojnë dorëheqjen e Ali Ahmetit nga vinë nga kundërshtarët, nuk vinë nga partia e tij, nuk vinë nga koalicioni I tij, vinë pala kundërshtare, domethënë Vleni në këtë rast duam dorëheqjen tënde. Po si mund të japi dorëheqje një njeri, një kryetar partie që është fitues? Ai është fitues, ka 20.000 vota më shumë. Dhe duke patur parasysh që kryeministri Mickovski deklaroi që ne kemi mbështetur thotë që në raundin e parë kandidatët shqiptar të Vlenit, edhe e cilëson shumë saktë qytetet. Çajirin, Tetovën, Strugën, Dibrën, Gostivarin dhe të tjerë. Qytetet kryesore, pra edhe diferenca rezulton sipas deklaratave që mund të jetë më e madhe se 20.000 vota, duke llogaritur edhe votat e VMRO-s, pra që kanë shkuar në thesin e Vlenit. Pra, nëse I shohim, ka rreth 115.000 vota Aki, BDI-ja pra të udhëhequr nga zoti Ali Ahmeti, dhe 190.000 apo 191.000 Vleni që pretendojnë. Pra, në këto 190.000, nëse ne I heqim 30.000, jo më shumë, po 30.000 t'i heqim, del 60.000 dhe siç e thash raporti është 1-2, që në fillim fushatë dhe kjo dihet. Dhe dje sa është pranuar nga kryeministri Mickovski, dje dhe sot nga nënkryetari I VMRO-s Aleksandr Nikolovski, ministri I transportit, pra numri 2 I VMRO-s dhe numri 2 I qeverisë që thotë që ne kemi dhe janë mosminjorës, thotë, kjo është shumë domethënëse. Pra duhet jemi pak. Pra çfarë referendumi, çfarë dorëheqje duhet të themi do kërkon Vleni apo këta që janë Bilal Kasami apo Izet Mexhiti ndaj Ali Ahmeti. Ali Ahmeti është fitues, pra duhet jemi të qartë. Si mund t'i kërkohet fituesit? Neve dorëheqje. Kur ata janë humbës dhe në zgjedhjet për parlamentare kanë pas 14 deputet, ndërsa Aki ka pas 18 deputet, 4 deputet më shumë, dhe e dim se si hyn në qeveri, hyn me një këmbë, pra hyn si vasal dhe koha e tregovi për 1 vit e gjys janë ministra shqiptar me meca, diskriminimi gjuhës shqipe dhe çdo gjë shqiptare. Zoti Llalla, si historian, studiues, njohës edhe I aktualitetit, aq më tepër asaj që po ndodh atje, edhe I politikës mjaft I mirë, nuk duhet përjashtojmë edhe luftën brenda llojit, që ndoshta është më e keqe se ajo e rivalit përballë. Çfarë mendimi keni brenda koalicionit e brenda BDI-s? Mund të themi që mund po tentojnë t'i bëjnë një puç Ali Ahmetit nga brenda? Do të thënë kjo gjë që ka sinjale, ka dhe fakte dhe tjerë që kam tentuar jo të koalicionit, po brenda partisë, si çdo parti e madhe që është, ndoshta një puç apo të ëmbël për ta larguar me izolim zoti Ali Ahmeti, po këto gjëra nuk janë tani për t'u shpalos, nuk janë tani për t'u thënë, këto do të lihet disa kohë më vonë, mas 10 vitesh ku historia do shkruajë, sepse do ta dimë që shqiptarët në Maqedoni nuk është si Shqipëri dhe në Kosovë. Këto përballen edhe me një luftë të brendshme vetë shqiptarët, po edhe me luftën e shtypjes të maqedonasve, të pushtetit maqedonës, së qeverive maqedonase në pas viteve 90 apo qoftë në kohën e komunizmit. Pra duhet jemi shumë kujdesshëm, nuk është mirë që këto fakte për momentin të dalin. Por nuk ka asnjë
dyshim që është bërë një izolim prej 7-8 vitesh zot Ali Ahmetit, një projekt për ta larguar me turp nga politika. Kuptohet që ky projekt ka qenë i udhëhequr nga slavët, nga strukturat shtetërore slave, por dhe i ndihmuar nga vasalët shqiptar, nga keqbërësit shqiptar, nga këta njerëz që ndodhen brenda BDI-s, jashtë BDI-s, pra rrethit ton ku jetojmë në Maqedoni. Pra, nuk është e pamundur, por është e mundur dhe ka të tilla gjëra, por nuk është mirë për momentin të themi duke ditur që ndodhemi edhe në fushat, ndodhemi për votim në raundin e dytë, siç kemi Tetovën, siç kemi Strugën apo qytete tjera Dibra, apo kemi edhe Bogovinën. Edhe pak këtu të lutem, tek ato sinjale që ju thatë, ju rezulton që këta djemt plankprishës që u rikthyen tashmë në shtëpi mund të kenë gisht? Jo, nuk kanë qenë plankprishit jashtë BDI-s, kanë qenë rreth i brenda që morën përsipër të fitojmë zgjedhje duke larguar themeluesit e BDI-s, duke larguar babaxhanët e BDI-s, duke larguar njerëzit ish luftëtar të Ali Ahmetit që ka pas ekipin e tij luftëtar prej 5-6 vitesh apo 7 vitesh, ta i larguan me heshi gjoja, ne jemi të rinj, ne do sjellim frymën e re, ne do sjellim zhvillimin. Faj këtu mund ketë dhe zoti Ali Ahmeti që i dha një besim atyre dhe mundësi symbyllari, gjë që tregovi dhe kohaj, këto e tregovi në Çajir, e tregovi në Tetov, e tregovi në Kërçov, po them edhe një herë, ka një aty sepse nuk ka mundur që zoti Bilal Kasami të ketë rreth 4000 vota më shumë se zoti Bajram Rexhepi, po ashtu siç tha kryeministri i Maqedonisë, 4000 deri në 5000 vota janë votat e maqedonasve. Dhe raundi 2 do të tregoj në Tetov se sa, por mos harrojmë, BDI-a humbi Çajirin përsëri me votat e maqedonasve, humbi edhe shumë komuna të tjera shqiptare, BDI-a që i ka udhëhequr për 20 vitesh me ndihmën e maqedonasve. Pra, matematika dhe është bërë një skenar i përgatitur shumë mirë. Por siç e thash, plankprishit nuk janë jashtë BDI-s, patjetër që ka dhe jashtë, po janë në fillim brenda BDI-s, rrethi që e ka udhëhequr BDI-n këto 3-4 vitet e fundit apo 5 vitet e fundit. Ju nuk prisni që princat, nëse do marrim shembullin analogjinë me Tiranën, siç ishte rasti i Tahirit apo Veliajt, që të ngrenë kokë në këtë momente brenda BDI-s? Shiko, ne duhet të jemi të qartë që zoti Ali Ahmeti, kam thënë disa herë, mbetet ekskluziv lider apo kryetar i shqiptarëve sot për sot, sepse ai ka bagazhin e luftës së 2001, po dhe bagazhin e luftës të Kosovës. Pra ka vesh një uniformë ushtarake, ka ardhur dhe ka bërë një kryengritje dhe ndodhet tu ku ndodh fal mbështetës popullit që ka. Por mos harro, çdo shteti dhe situatë shtetërore të Maqedonisë mundohen që figura kombëtare shqiptare ndër vite, ndër shekuj, ndër historikisht janë munduar që t'i fliqin në përfundim të jetës tyre, t'i degradojnë, që t'u bëjnë shembull shqiptarëve, ja si përfundojnë ata që ngrenë krye kundër nesh, që kërkojnë të drejtat e shqiptarëve, që kërkojnë flamurin shqiptar, që kërkojnë të jenë të barabartë me maqedonasit. Pra kjo gjë dihet për ata që jetojnë këtu. Mund vjen keq që shumë analistë nga Tirana apo dhe nga Kosova duke mos e njohur fare realitetin në praktikë brenda Republikës Maqedonisë Veriut, japin opinione të paqëna, sepse nuk mundet të japësh si shijohet një gjell pa e prodhuar. Pa e provuar atë gjell, pra duhet ta provosh, pastaj ka apësh mendim me shumë krip po me pak krip. Prandaj unë e kam fatin që jetoj këtu dhe jam i drejtë për drejtë, po ka dhe shumë analistë të tjerë që janë po këtu që flasin në bazë të interesit të punës atyre, sepse varen nga çdo fjalë që nga ata varet dhe vendi i tyre i punës, sikudo në Ballkan që ndodhet edhe në Shqipëri dhe në Kosovë ndoshta. Zoti Dha, po në kampin tjetër, se kthehemi qartë që është Ali Ahmeti, Nishi dhe s'ka tjerë. Në kampin tjetër, kush është figura qendrore dhe tashmë në vazhdim e Vlenit, Izet Mexhiti apo Kasami, pra si qëndrojnë? Do të themi të vërtetën që është, këta janë çausha të çdo katundi apo pashallar të çdo kazaje të vogël, siç janë me 100.000 banor apo me 50.000 banor. Zoti Izet Mexhiti mund të themi thojë se është fëmia i rritur i Ali Ahmetit, e ka marrë 27 vjeç Ali Ahmeti, i ka dhënë mundësinë të jetë kryetar bashkie i Çajirit 3-4 mandate, tjetë kryetari i grupit parlamentar të BDI-s, nën kryetari i BDI-s, pra ka krijuar atën tabanin e tij në emër të BDI-s, në emër të zotit Ali Ahmetit dhe është krijesë e zotit Ali Ahmetit. Pra është luftuar BDI-a nga vetë njerëzit e BDI-s, ndërsa zoti Kasami erdhi para 4 vitesh në komunën e Tetovës, fal disa sherreve dhe mosmarrveshje brenda të BDI-s në Tetovë, që unë i di shumë sakët, dhe erzuan kandidaturën atëherë të zonjës Stevut Arifi për inat për xhelozi siç e kanë shqiptarët, edhe erdhi dhe u fuqizu pastaj, sepse njerëzit ndryshojnë dhe lëvizin shumë shpejt, nuk kanë ideologji. Pra për një vend pune, për një regjistrim në një shkollë të mesme, për një notë 4 ta bëjnë 5 fjala vjen, ata japin votën. Pra shumë e lirë vota këtu në krahasim me ideologjinë që ndodh në Kosovë dhe në Shqipëri.
Prandaj nuk janë se janë personalitete apo lider. Çfarë mund të ofroj Izet Mexhiti në aspektin e çështjes kombëtare, që përtej Çairit atë nuk e njeh askush. Çfarë mund të ofroj zoti Bilal Kasami përtej Tetovës nuk e njeh askush. E njeh vetëm pse shkon 5 herë në ditë në xhami dhe falet. Po zoti i shikon dhe zoti të shef zemrën, jo fjalët. Por këto ditë nuk kanë munguar dhe skenaret nga më të shmenduri që shohin ndoshta në të ardhmen Izet Mexhitin në krye të BDI-s. Kam lexuar disa komente. Mund të ndodhi gjë e tillë? As nuk bëhet fjalë, ajo rrugët përfundimisht të zotit Ali Ahmetit me zotin Izet Mexhitit janë ndarë dhe ka një ndarje shumë të thellë, as nuk bëhet që mund të jenë bashkë në një parti, por në të ardhmen politika për hir të çështjeve kombëtare mund të jenë në një koalicion. Unë nuk e parashtoj këtë gjë, por jo në një parti. Dyert për zotin Izet Mexhitit janë mbyllur sepse është njëri nga faktorët që ka krijuar qeverinë e Vlenit me VMRO-n, është njëri nga faktorët që ka tronditur BDI-n në Çair dhe në shumë vende të tjera se ka votues edhe në Tetov, është njëri nga faktorët që fuqizovi Bilal Kasamin dhe të tjerët që bëjnë pjesë në lëvizjen në koalicionin Vlen. Po të shikojmë në Vlen kemi individ, nuk kemi grupacione, por të ndihmuar me kujdes në bazë të deklaratës së kryeministrit të Republikës Maqedonisë, të ndihmuar nga VMRO-ja dhe PMN-ja. Pra janë njerëz që nuk kanë kapacitete votues që mundet të trondisin BDI-n apo koalicionin AK. Ne jemi në këtë situatë tani, edhe BDI-ja ka fituar Ali Ahmeti referendumin, por ndoshta me 2 nëntor mund të kemi një përmbysje, ndoshta duke filluar nga Tetova, aty ku ju theksoni në analizat tuaja që qytetarët duhet të thrasin ndërgjegjës mbi paranë dhe mashtrimet mbi euro dhe gjithçka tjetër, dhe historia mund të ndryshojë. Po sa realisht ka shanse kjo duke filluar nga Tetova? Çdo gjë është e mundur sepse nëse ne ja heqim zotit Bilal Kasamit 4500 vota deri në 5000 VMRO që i kanë Tetov, që kanë votuar për një për ata për arsye se VMRO-ja dhe PMN-ja në Tetov nuk ishte kandidat për kryetar komune, pra me kujdes për herë të parë prej 30 e ca vitesh VMRO dhe PMN nuk nxjerr kandidat në komunën e Tetovës për kryetar bashkie. Por tani do të mbështesim. Pra jo Vodelia, tha do mbështesim. Po, e la fushën direkt Bilal Kasamin koalicionin tonë, se bën pjesë në koalicionin qeveritar. Dhe bën pjesë në koalicionin e komunës Tetovës për 4 vite, sepse këshilltarët e VMRO-s mbështesin gjithmonë Bilal Kasamin këto 4 vite. Dhe këto 4000 apo 5000 vota që parashikohet që janë 7000, po marrin minimumi 4000, 5000. Po t'ja heqim Bilal Kasamin, atëherë kemi 500 deri 1000 vota përpara kandidati i BDI zoti Bajram Rexhepi. Dhe nuk është e pamundur që kjo gjë të realizohet. Është si një ndeshje futbolli që pjesa e parë mbaron 5-0, po pjesa e dytë e kemi 6-5 për humbsi që ishte në pjesën e parë. Pra duhet të presim dhe raundin e dytë. Unë shpresoj, është më të mirë që qytetarëve të Tetovës, ata e dinë shumë mirë peshën kush është Bilal Kasami dhe kush është zoti Bajram Rexhepi. E kam thënë dhe herë të tjera dhe disa herë, prej 4 vitesh qyteti i Tetovës nuk zbukurohet për ndryshimin e viteve, pra për vitin e ri. 4 vite qyteti i Tetovës nuk gumuzhi, nuk festohet dhe dyqanet është siç ndodh kudo në qytetet e botës në ndrimin e viteve, nuk po them për Krishtlindje, por ndrimin e viteve. Siç ndodh në Elbasan, Tiranë, Prishtinë, kudo. Në Tetov Bilal Kasami asnjëherë nuk ka zbukuruar qytetin. Gjoja shpenzimet e mëdha. Bëhet fjalë për shpenzime rreth 30.000 apo 50.000 euro. Duke patur parasysh që vetëm në muajin korrik të muajit të verës për ardhin e emigrantëve që i thonë këto mërgjimtarëve mund të ketë harxuar rreth 500.000 euro për këngë dhe muzikë në qendër të qytetit. Pra, ne flasim për 2 javë që festohet kudo në botë ndrimi i vitit dhe kudo është ajo dhuratat e vitit të ri, që jemi mësuar të gjithë babagjysh dhe fëmijët që të gëzojnë në Tetove kanë ndaluar. Këtë gjë e ka bërë zoti Bilal Kasami dhe tetovarët kanë qenë të detyruar gjithmonë për një fotografi me drita me ashtu të shkojnë on Tiranë, on Ferizaj, on Prishtinë. Unë për shembull vinë në Elbasan rreth 10 ditë, atë ku janë pushtimet, sepse këtu s'ka është errësirë. Duke qenë se rreth i dytë ka më pak tani komuna që janë balotazh, edhe fokusi i partive sigurisht do të jetë më i madh aty, pra duke fituar nga BDI-ja me shtabin e saj për gjithçka ose asgjë në Tetov, sepse nga 5000 vota për 2500 luhet kthesa. Po presione ka pas në administrat apo ashtu siç thoni ju në analizat tuaja që qytetarët dalin mbi euron dhe mashtrimet, pra për presione, për blerje votash e tjera? Kudo ka blerje votash në Ballkan, dhe në Kosovë, dhe në Shqipëri, dhe në Serbi, dhe në Malzi, ka dhe në Rumani, dhe në Bullgari, që në shtetet BE-s, edhe në Greqi ka blerje votash, dhe këtu ka pas blerje votash, këta e din gjithë, në zët gjithë e pranojnë, por këtu mediat nuk janë aq të lira sa që në Kosovë dhe në Shqipëri, duhet ta dini këtë gjë, janë të komanduara nga fondet apo nga honoraret që marrin nga partitë
politike, din gjithë, ka kontrata pune, domethënë llogaritet që zoti Billor ka sa më në një muaj kanë shkojtur rreth mbi 500 kontrata deri në 800 kontrata pune me rrogë mujore, 500 euro duke ndëtur në shtëpi, këto kanë qenë publike. Dhe kjo ka bërë atë blerja e votave që quhet apo lejet e ndërtimit që jep brenda muajit, për shkakun se njerëzit kanë halle, do ndërtojnë shtëpia, do ndërtojnë dyqane dhe i bllokon për një moment të caktuar, apo ka marrë tani të shtrojë me asfalt rrugët e qytetit, apo rrugicat e qytetit. Është më se normale që një kryetar bashkie të shtrojë asfaltin apo të cilë ujë tek banorë, sepse këto parashikohen me tatim taksat që ne paguajmë çdo muaj, këto parashikohen nëpërmjet ndihmës që jep qeveria apo ndihmave që jep BE-ja, pra nuk janë dhurat nga kryetari i bashkisë, po kapaciteti i njerëzve aq është sa mendojnë që ky na i shtrovi. Jo, ato na i kanë shtruar taksat tona. Pra duhet i ndajmë këto gjëra. Akoma nuk është arritur kjo logjik tek votuesit në Maqedoni, por edhe ndoshta në Shqipëri dhe në Kosovë kjo ndodh. Prandaj them nuk është e pamundur kthesa dhe unë besoj që duhet bëhet kthesa për të mirën e Tetovës, për të mirën e qytetarëve të Tetovës, për të mirën që festa e vitit 3 që vjen ndrimi i vitit 25 dhe 26 na gjej me drita, me gumzhim, me festa dhe dyqane të hapur, siç janë kudo qytetet në botë. Zoti Dhalla, po betejë në komunat e tjera ku është më e fortë tek komunat tona shqiptare? Kemi betejë në Stru, që aty kemi një kandidat të Akit, që vjen nga partia e zotit Zjadin Sela, dhe të një kandidatit pavarur me diqyrës, biznesmen, që mbështetet nga VMRO-ja DPMN-ja dhe Vleni. Pastaj kemi në Kërshov një kandidat që është i VMRO-s DPMN-s, përballë kandidatit të BDI-s, të Akit, që vjen nga BDI-ja, Fatmir Deari, i cili kundër kandidati shqiptar që humbi zoti Fatmir Limani ka bërë thirrje që atë ditë që le të votohet më i miri në dorë qytetare, ndërsa nga ana tjetër mbështesin kandidatën e VMRO-s se janë në koalicion qeveritar dhe në koalicion në komuna. Kemi këto, pastaj kemi ndipër një kandidat i pavarur përballë një kandidati të Vlen, por këto nuk janë gjithë peshat ngjelet midis shqiptarëve në Tetovë, në Strug dhe midis shqiptarëve në Maqedoni kemi në Kërshov. Por unë doja të thoya këtë gjë, nëse historikisht do marrim zgjedhjet apo çdo 4 vjeçar, zoti Ali Ahmeti dhe BDI-ja, nëse i shikojmë sot këto gjëra dhe kthjellët, kanë bërë nga një ndryshim. Për shembull, në po t'i ecim mbrapsh. Kush ishte e reja dhe fitoria e shqiptarëve në këto zgjedhje komunale? Ishte fitimi i komunës të Çashkës, një komunë në periferi të Shkupit, ku 100 vite u thiqeshe nga maqedonasit. Dhe shqiptarët arritën ta fitojnë edhe me shumë pengesa në KQZ. Mos harroni, 3-4 vite ajo komuna atje nuk i lejonte kryetari i komunës dhe qytetarët e komunës fëmijë shqiptar, nga klasa 4 deri nga klasa parë deri në klasë 4 të mësonin në fshatin e tyre në gjuhën shqipe. I thoshin një do mësoni vetëm maqedonisht. Pra në shekullin 21, në një periferi të Shkupit, pra shumë afër Shkupit, kishim ndalesën për mësimin e fëmijëve sot në shekullin 21 të gjuhës shqipe. Dhe kjo është e reja dhe e bukur, që Çashka u fitua nga një kandidat i Akit, i BDI-s, një djalë i ri i përgatitur shumë dhe i mbështetur nga rinia komplet. Para 4 viteve tjera, çfarë kishim në zgjedhjet? Nëse do të shikojmë kthjellë, hesim përsëri mbrapsht. Kishim të ren kryeministin shqiptar 3-4 muaj në Maqedoninë e Veriut. Për herë të parë, u votua një kryeminist shqiptar. Po para kryeministit shqiptar, çfarë kishim? Kishim kryetarin e kuvendit të votuar për herë të parë historikisht një kryetar kuvendi. Po para 4 viteve të kryetarit kuvendit, ku merren gjërat? Çfarë kishim? Kishim për herë të parë ministrin e brendshëm të ishte shqiptar që kanë pas në ëndër. Pra siç e shikoni, nëse marrin çdo cikël zgjedhjesh, çdo fitore e BDI-s ka sjell diçka të re tek shqiptarët. Ka sjell atë mollën e ndaluar që ishin poste ekskluzive për maqedonasit. Ministri i brendshëm, ministri i jashtëm, kryetari i parlamentit, kryeministri dhe këtë komunën Çashin që e kishin ndaluar gjuhën shqipe. A e kuptoni tani nëse bëjmë llogari për çfarë lufte bëhen këtu shqiptarë, çfarë përballi, çfarë racizmi ka? A e kuptoni, pra ne qytetin e Manastirit e kemi shumë racizëm dhe shumë ndaluar, atje një bibliotekë me zore kemi private dhe shumë gjëra tjera. Pra duhet i shikojmë kështu gjëra, çfarë kemi fituar. Jo ky është 20 vite në pushtet, s'na ka bërë këtë, s'na ka bërë. Jo. Hajde të marrim thellët. A ka pas parti më parë shqiptare që mundet kryeministri ta kishte shqiptar? Kjo është pyetja. Zoti Dhalla, diçka të fundit kam. Tek VMRO-ja që deklaroi për votat që Vleni nuk i ka të gjitha të pastra ato që mori, por edhe me mbështetjen e saj. A është në këtë momente kjo deklarat një gol për Vleni, pra një autogol i koalicionit të tyre,
duke pas parasysh ndjeshmërinë të paktën të brezit që kanë jetuar luftën. Nuk po flas për të rinj. Unë do ta thoj këtë gjë, që kryeministri çoi një deklaratë kërcënuese ndaj zotit Bilal Kasamit direkt, personalisht ai, dhe ndaj koalicionit vlen. Do të thënë gjithë këta, sepse u tha, nëse ju do ngreni krye si Ali Ahmeti, do të përfundoni në opozitë si Ali Ahmeti. Pra u bëri tamam thirrje kërcënues, sepse tha, njerëzit që janë mosminjorës ne i godasim. Ne thot, votat maqedonase votuan kandidatin e Vlenit në Tetov, në Çajir, në Dibër, i përmendi gjithë qytetet që këta dolën balotazh dhe fitues me BDI-n. Pra dhe ishin deklaratë kërcënuese. Mbas kryeministri doli nën kryetari i VMRO, ministri i transportit, Aleksandr Nikolovski, që është nga Ori, edhe ai doli tha, t'ju vi turp tha mosminjorës Vlenit tha dhe Bilal Kasamit tha, të cilët maqedonasi du detyruan që në raundin e parë mos gjejnë kandidatë të votojnë për Bilal Kasamit. Pra, nuk është autogol, nuk është lathos, gabimisht. Jo, është një deklaratë kërcënuese, që nëse ju ngreni krye si Ali Ahmetin, do përfundoni në opozitë, se ne jemi ata që përcaktojmë ku do të jetë pjesë e qeverisë së Maqedonisë me VMRO-n. Pra kjo përsëri padashe tregohet racizmi që ndodhet këtu dhe imponimi i politikave anti-shqiptare që VMRO do përmëneja bën me shqiptarët. Prandaj them, nëse s'është Ali Ahmeti nesër, po jep dorëheqje për një moment, a kemi ne lider të rinj që mund ta bëjnë këtë gjë? Unë them jo. Sepse mos harrojmë, Ali Ahmeti ka lidhje shpirtërore me Prishtinën dhe Tiranën. Shumë pak lider këtu, për shembull Bilal Kasami nuk ka lidhje shpirtërore, as me Tiranën as me Prishtinën. As zoti Zet Mexhiti nuk kanë lidhje shpirtërore me Tiranën dhe me Prishtinën. Ku e them këtë? Zoti Ali Ahmeti është njëri i lëvizjeve kombëtare, ilegale dhe legale. Atyre lëvizjeve të viteve 80-90 që i ka përgatitur Tirana. Pra duhet jemi pak, janë shumë sekrete shtetërore. Tirana nuk është aq e heshtur. Tirana vështron dhe bën matje dhe peshën. Jo më kot Tirana e respekton zotin Ali Ahmetin, apo si dikur ka respektuar zotin Arben Xhaferi, të Ndjerin, edhe Prishtina. Jo rastisht një rrugë ka emrin Arben Xhaferi, sepse e din peshën dhe kontributin që kanë dhënë. Ne gjëra do t'i shikojmë historikisht dhe dokumentat hapen mas 30 e ca viteve. Nuk është mirë t'i përmendim disa gjëra sepse bën dhe dëmtimin e strategjisë politike të shqiptarëve. Prandaj them, çdo gjë është e vërtetë. VMRO-ja dhe një herë potencoj votovi për kandidatët e Vlenit që në raundin e parë dhe u duk sikur fitovi. Realisht dështovi strategjia e VMRO-s për të nështruar AK-in me vota. Pra kemi mbi 20.000 vota fituese të AK-in ndaj Vlenit. Dhe ajo që është çuditë tani ju s'keni fituar se 20.000 vota janë asgjë. 20.000 vota, nëse i përkthejmë në deputet janë 4 deputet minimumi. Po dhe llogaria është 20 me 15 deputete, një llogari kështu e përgjithshme. Po dhe sot që kemi që është pushtet Vleni është me 14 deputet, ndërsa AK ka 18. Po 4 deputet është ajo diferenca. Po ndeshja e futbollit 1-0 3 pikë tjep, si 1-0 si 10-0 3 pikë merr, nuk merr më pak apo më shumë pikë. Me pas fjalë, nëse Tetova kthehet nga BDI-ja, është vula për zgjedhjet e parakohshme, sepse i bashkangjitet e referendumit pastaj. Unë besoj që është në të mirë të Maqedonisë dhe vetë kryeministri Mickosi që të kemi zgjedhje të parakohshme dhe nën zërfitet në për korridoret e ngushta politikës dhe gjeopolitikës që mund të mbahen nga marsi dhe prilli të 2026. Edhe një herë po të them, nuk është në mirë vetëm të shqiptarëve, është në të mirë e qytetarëve të Republikës Maqedonisë Veriut, sepse Europa kërkon ndryshimet kushtetuese që Maqedonia të vazhdojë bisedimet drejt antarësimit në BE krah për krah me Shqipërinë. Sot Maqedonia është shumë mbas Shqipërisë, gjë që para 2 vitesh apo 1 vit e gjysmë ishin të barabartë dhe bashkë. Paqet, sot për arsye të kësaj politike të keqe, që jo paqësore me fqinjet, sepse neve vërtet kemi probleme gjithë fqinjet, po duhet i pastrojmë ato për të mirën e afatgjet të qytetarëve, jo momentale. Nëse duhet ndryshuar emri, unë ndryshoj emrin Republikës. Nëse duhen futur qytetarët kombësive të tjera në Kushtetutën e Republikës Maqedonisë Veriut, duhen futur bullgarët apo dëgjon. Shqipëria ka pranuar 9 minoritete, gjë që është i vetmi vend në Ballkan që njeh 9 minoritete, dhe ne nuk të ka ardhur asnjë keq nga njoja qoftë romëve, qoftë egjiptasit, qoftë vlevëve, qoftë maqedonasve, qoftë bullgarëve, se grekët i kemi njoft moti. Pra, 9 pakisa kombëtare, ndërsa Maqedonia nuk njeh 9, që njihet si shtet multietnik, njeh vetëm më pak se Shqipëria, dhe Kosova që njihet si shtet multietnik, njeh më pak se Shqipëria. Pakicat kombëtare unë i shikoj si pasuri kombëtare, si pasuri shtetërore të një shteti, ku tregohet harmonia, bashkimi i familjeve të pakicave bashkë njëri tjetrit, shkëmbimi i kulturave, shkëmbimi i gjuhëve, zakoneve dhe traditat. Nuk i shoh si një racizëm që ne vetëm ne duhet jemi në këtë botë apo në këtë shtet apo në këtë qytet.
Zotë e Valla, faleminderit shumë për analizën dhe informacionet që sollat nga Maqedonia e Veriut, nga Tetova për shikuesit tanë. Faleminderit dhe juve të keni një shtunë të dielë të mbar.